Një aktivitet përkujtimor është mbajtur në bibliotekën e qytetit të Korçës, në nder të kontributit të jashtëzakonshëm të Petraq Pepos, një intelektual dhe dashamirës i librit për zhvillimin e kulturës dhe edukatës. Organizimi përfshiu një sër aktivitetesh që sollën përpara publikut pasurinë e trashëgimisë së tij kulturore dhe intelektuale. Sot Biblioteka Publike Thimi Mitkon bashkëpunim me Universitetin Fastelianoli, me familjarët edhe me Gjimnazin Raqi Qirinxhi, organizojnë takim përkujtimor kushtuar figurës së pedagogut, të historianit dhe mësuesit të popullit, profesor Petraq Pepo, në nderim të kontributit dhe të jetës së tij. Ishte një aktivitet në të cilën morën pjesë familjarët edhe profesor Petraq Pepos, nxënësit e liceut francez, të cilët recituan edhe himnin e lidhjes shpresa, një organ i nxënësve të liceut, kur profesor Pepo ka qenë nxënës i saj, njëkohësisht dhe mësues, dhe njëkohësisht ka drejtuar dhe organin dhe revistën Shpresa nga viti 1923 deri në vitin 1925. Gjithashtu, për të nderuar këtë njeri të madh, që nuk ishte vetëm një historian i madh, një emër i madh i historiografisë shqiptare, por edhe një njeri i cili përçonte dije, përçonte ndershmëri dhe qytetari. Për të nderuar figurën e tij, ne i vendosëm një nga sallat tona të bibliotekës emrin e tij, emrin Salla e Projekteve Petraq Pepo, në të cilën do të vendoset gjithë fondi i bibliotekës së tij personale, i cili ishte një amanet i rrallë qytetar, që gjithë fondin e bibliotekës së tij t'ia sillte bibliotekës së Korçës. Në këtë sallë, siç thash, do të vendoset fondi i bibliotekës, i cili do të shërbejë si një shtëpi e vogël e kujtesës së profesor Petraq Pepos, sepse për ne është një detyrim moral që të ruajmë trashëgimin kulturore, por edhe t'ja përcjellim atë brezave që do të vinë. Një fjalë përshëndetse mori dhe djali i Petraq Pepos, Leonida Pepo, i cili ndau kujtime dhe mendime për babain e tij, duke theksuar pasionin dhe angazhimin e tij të palodhur për librin, dijen dhe zhvillimin intelektual. Nderojmë me të vërtetë që u bë ky aktivitet shumë i mirë, me lektor vërtet të mirë, me përgatitës si profesor Ali Jashari dhe të tjerët që folën, me drejtoreshën zonjën Oriana, e cila e kishte përgatitur me seriozitet të aktivitet. Dhe ndërkohë ju dha dhe emri një salle që është sallë me emër të rëndësishëm, enciklopedike Petraq Pepo. Kujtimet janë pafund. Pse u dhurua kjo? Mbas vdekjes babait, ai e kishte lënë në të vërtetë që të dhuronte bibliotekën në Korçë. Korçën e kishte të veçantë, megjithëse kishte bërë studime edhe për qytete tjera, Berati, Voskopojën, Boboshticën, por Korçën e kishte të veçantë. Edhe Gjirokastën gjithashtu, dhe vinin me njerëz të cilët të theshin që çdo bëhet me bibliotekën e babait, Petraq Pepos pra. Jo, e ka lënë, i thesha, e ka lënë për në Korçë, kështu që mos kërkoni në mënyrë që unë të ndryshoj mendimin, që e ka lënë vetë, sepse amanetin është i rëndësishëm apo jo. Kështu që ne prandaj e duruam dhe jemi të kënaqur në një ambient kaq të bukur të jetë edhe emri i Petraq Pepos. Ndihem vërtet shumë mirë, por ishte edhe shumë korrekt. Për shembull, dua të tregoj kur i theshin për të ndryshuar diçka të historisë, sepse politikat janë të ndryshme, siç edhe dini juve, ai theshë, shko, historia kështu e ka. Nëse doni ta ndryshoni, ndryshojeni vetë. Po vetë nuk do të merrte hapa për ndryshuar pjesë të historisë që ai kishte mësuar, natyrisht që është në Francë, në kongreset e ndryshme, dhe që nuk i ndronte pikpamjet dhe bindjet e veta. Pjesë e aktivitetit ishin dhe 2 ekspozita të veçanta, njëra me botimet e dhuruara, ku u paraqitën librat dhe periodikët e kohës, si dhe veprat që mbartin energjinë e punës së tij, kërkimeve dhe pasionit të tij për dijen, dhe ekspozita tjetër, një ekspozit vizuale me fotografi dhe tituj nderi, ku u shfaqën momente historike të jetës së Petraq Pepos dhe tituj të ndryshëm që nderojnë figurën e tij. Një moment emocional i veçantë ishte kumtesa për Petraq Pepon e përgatitur nga profesor Olger Brame, që shpalosi kontributin dhe vizionin e tij të jashtëzakonshëm në fushën e kulturës dhe arsimit. Një moment artistik historik u realizua nga nxënësit e Gjimnazit Raqi Qirinxhi, të cilët interpretuan himnin e lidhjes shoqërore Shpresa, një botim i liceut artuar në vitin 1923 nga Petraq Pepo.
Ky himn, që ka kaluar brez pas brezi, është një shprehje e idealizimit rinor dhe frymës qytetare të brezit të tij, dhe solli një dimension emocionues në këtë ngjarje përkujtimore.